kemi dami gjallore, kemi jashtë. Edhe ata ku po vinë, pëkëshymi sa po binë ata, sa po qesmina. Edhe pikalojmë ata, që aty këna thonë, që ku kini shemlin, merë një shemlin. Ju pikaloni ata që du më thonë shembull për fëmijët, ju du të me konë që nuk ja vjen me dalë as jashtë Jezersit, pa as jashtë Kosovës. As jashtë Kosovës. Babaj në kalon një vëgjit bëgjet. Babaj në kalon. Edhe na kina me avlon, se kina hjek. Po çka mendon të rritë fëmijët e tu, çka mendon që kanë me bo? A e kanë të njëjtën ide si ju për me trashëgu bujqësinë e krejt këtu, apo mendon që kanë më marrë me krejt diçka tjetër? Jo, nuk e kanë më marrë me këtë punë. O ka gjenë që be blenë shumë, se ushit Jezersi. Jezersi ushit. Në gishta mundet me një tukat që janë do fëmerë që i kanë që si kanë hikë. Me qitë bujësi, masi me fermë, jo, me ato nuk jo. A mendoni me shit najherë naj pjesë të tukës? Po, unë jo të rritë thëmija e ata. Pasar si tu, a mendon që për me hek një pjesë të tukës me shit, apo mendon që kanë me e ndërtu në i vilë ose diçka? Pa i valoj tash një lomshmi bëgjet, nuk e shiesin, mos ju lomshin, kanë me shi. E ju a keni milon bëgjet? Pa i valoj tash të taksiumin, baba njëve në kalon. Baba në kalon njëve që bëgjet. Baba në kalon. Edhe na kina me avlon, se kina hjek. Po çka mendon të rritë fëmijët e tu, çka mendon që kanë me bo? A e kanë të njëjtën ide si ju për me trashëgu bujqësinë e krejt këtu, apo mendon që kanë më marrë me krejt diçka tjetër? Jo, nuk e kanë më marrë me këtë punë. Pse? Çka kanë thonë ata? Po ju duket pak e rëndë. Pak e rëndë? Pak e rëndë ju duket. Po dojnë... Me çka mendojnë më marrë ata? Po i valloj tash janë alo pak të ri, nuk e di. Në çfarë mënyre kanë më marrë veç. Po sa jeni mundu ju me i thonë për shembull fëmijëve që ja vlen më mirë me bujqësi edhe duhet me nejtë për shembull me mbajt fshatin me cilën e keni trashëgu? Po na e kena vlerë se i kemi dami gjallore, kemi jashtë. Edhe ata ku po vinë, pëkëshymi sa po binë ata, sa po qesmina. Edhe pikalojmë ata, që aty këna thonë, që ku kini shemlin, merë një shemlin. Ju pikaloni ata që du më thonë shembull për fëmijët, ju du të me konë që nuk ja vlen me dalë as jashtë Jezersit, pa as jashtë Kosovës. As jashtë Kosovës. Nuk ja vlen. Nuk tash me shka det të marsh, tash janë tanat. Një serë në marrë 7 me 8, kemi më bëjetu. Një familje. Se le me livruarën, me mjellë dishka. Që ty tash, unë atë tash 50 mark, ka shku një jari tukë, mas luftës. Po. Tash i karon 25 euro, do me thonë. Tash 10.000. E përpjet. E tash i qysh. Është e papërballueshme. E papërballueshme është tash. O ka gjenë që be blenë shumë. Se ushit Jezersi. Jezersi ushit. Në gishta mundet me një tukat që janë do fëmerë që i kanë që si kanë hikë. A mendon që edhe ata fëmerët e tjerë sikur se ti kanë me vazhdu me jetu në këtë fshat? Zërë. Zërë është? Zërë është. Pse për shembull? Zërë se të rritë nuk pëjdojnë këtë punë. Të rritë pak nuk pëjdojnë. Të rritë po këtyrin me ikë. I kanë një pizatë, se di, kanë pizatë. Cili kishte me qenë mesazhi juaj për të rritë që iken nga vendi? Mesazhi jam është për të rritë mas me në shumë vendin. Valloj, gjina për na vjen, ku pe shumë vendin. Gjina. Parini. Po që kur para 4-5 vjetë, kur dashmi, o bashmi 23 një që to. Dashmi e kishmi një fushë që atë e këna. Fushë, lushmi futbol. Tash i për të merë molli. Se s'pe ki kërkan. Me dollë pak një lafe, një dishka. Në rrugë. E në orta e banjia, po me ta është, Allah si më shuna. Nuk janë të vendit. Nuk janë vendit tonë. Sa është e fshirë për me dalë, për shembull në fshatin tonë me hecë, në katunin tonë. Me dalë me hecë edhe nuk i shef banorët me cilët ju e keni kalu rinin, e keni kalu jetën, po janë krejt njerëz të ndryshëm që kanë ardhur prej vendeve të ndryshme, edhe kanë ndërtu villa, restorante, cilët nuk kanë të bojnë kur gjë me juve. Po, shumë është e lëmshme. Shumë është e lëmshme. Se ti kuj e konë këto me tafrit të, e kuj shi të, i e nalli, e përshëndetje, e asishe. Edhe je hyp me një kërë, e shku e kepi një kafe. I një bon tash visi ja qa dohen, sa i huj është. I huj atë se ki kërgjon. Po, a keni kontakt për shembull ende me kushërim e djemtagjës që nuk janë mo përfen këtë fshat? Po, kem kontakt. Po, vinë ata, vinë, ju vizitojnë? Vinë ata, bile vikende vinë shumë. Po, është problemi që me pos në i dite, me laf, po më seke. Me shumë me pi qaj? Me pi qaj, me në rrunë e laf. Po.
A Gjadalep, po i shohim këto edhe do dyrë të vjetra, me cilën janë tasaj kohë që po shihen se janë ende trojtshme. Po. Kush jeton këto? Këtu kërkosh nuk jeton. Nuk jeton kërkush? Nuk jeton kërkosh. Pse? Edhe ata e kanë shu vendin? E kanë shu vendin edhe ata. Apo mendon që ata prej mendimit të tynve personal e kanë shu, apo fëmijët e tynve rinia e kanë bo për mi shty me dalë? Valla e rinia e kanë shtim për me dalë, se jo ata, nuk janë konë. A i kishin nguti fëmijët e tu nëse veç ata të kishin thonë me lëshu jesë? Jo, nuk i ngoj. Nuk i ngoj, unë ja kom dhonë. Fermën e kanë, deshin me punu kanë, mos deshin. Janë të lirë me dalë? Janë lirë, nuk i pengaj ka kanë. E këtu dy janë të vjetra këtu në konë shtabi jo që kësë që të manë poshtë. Shtabi po o kallë, kjo ma shkurti, tu janë të këshijës ma shkurti. Pra këto, që sa vitën është që nuk jeton kërkosh? Valla të që 3 vite është që nuk jeton. Që 3 vite ka jetu. Që 3 vite janë dalë krejt ma shkurti. Është e vështirë për vendin pra këto nëse juve që jetoni vetë, ose sa e keni problem nëse diçka ju ndodhë në këtë fshat me çka keni mundësi me shku në qytet për me ta zojna në spital ose dikon tjetër në market ose diçka? Po, tash kerët janë dalë dhe tash po qërë ma ku e kije gjelin së në ta nërë këkur, ku se kije si, tash edhe me thirë ndimën po vinë, veç ku është bore madhe, është pak më rrezik. Sa minuta është largë Gjezirsë prej Ferizajt, kështu nëse veç? Po tash në peqit tunit në Ferizaj me kilometra, që për asi 17 është. 17 kilometra? 17 kilometra është peqit tunit në Ferizaj. Me kërë normal migro, 20 minuta më rinë në shejë. A Gjadalep, faleminderit shumë për kohën edhe për krejt informacionet që na i ke dhënë rreth këtij fshati edhe firmës juve dhe veprimtarisë juve që ju e bëni këtë fshat. Neve na vjen shumë mirë që kemi ende kësi njerëz që i mbajnë veprimtaritë, mbajnë bujqësinë, me cilën ende edhe kanë çka trashëgojnë prej baballarëve tynve gjysh rafton, sepse është një pjesë e madhe me cilën nuk e konsiderojnë më të arsyeshme me jetu fshat. Po i valloj është, po jo, mirë është kjo. Dikush nuk e dona, na e dojmë personalisht. Faleminderit edhe për ju që një dalë. Më në vizitu ka një herë mas në harrani. Na kena me dalë sarë që ju keni nevojë me na shfaqë krijimtarit juve, veprimtarit juve, se çka kultivoni këto. Faleminderit shumë Gjadalep për kohën. Mas keq jemi edhe një pyetje, mas keq jemi rrjetin për rrym. E keni rrjetin për rrym të dopt? Dopt. Shtyllat, bile harrum ja bon asi, e po janë të praptu do shtylla. E kemi bërë 2-3 herë ankesë, nuk ka. A nuk dalin kërkosh me rregullu Jo, pjesë? është tepër rrezik. Qërë aja shtylla është, qërë, që tash me ime qërë, është katastrofë. Aja shtylla atje. Dolë me pjesë, unë aja më qeni asi, është katastrofë. Peqen, aja është rrezik edhe për shtallë, edhe për gjanë.